is us together. Anywhere we go to, in this moment will you say it like you mean forever? No matter what we go through. Mirë, Lori, si shkoj java? Shumë mirë, qet. Unë sot kam emocione. Pse? Po i ftuari. Pyeti që bëj dhe unë. Sa do themi për të ftuarin? Me thënë drejtën, unë kam eksperiencë shumë të mirë, ne të dy e njohim shumë mirë. Ti e njeh më shumë se unë. Por unë për shumë jam ndjer shumë e përkëdhelur. Po patjetër, ju të ekranit. Ne para ekranit jemi përkëdhelur. Ju pas ekranit? Nuk e di, nuk flas dot se Neve në shërbim tuaj. patjetër. Ti nëse do kishe qenë drejtuese e 1000 vetave. Jo, Për një ditë mendoje veten. qysh, më duket e të merreshme, unë nuk e di se si e ka bërë gjithë jetën ai. Po 100, do t'i kishe menaxhuar. Po ne unë s'po menaxhoj 100. Një ekonomist e 4 dasmor. Dëgjoj, personazhi që kemi sot, mendoj që është një njeri i cili ka bërë, jo mendoj, po është një njeri i cili ka bërë revolucion. Kështu që vetëm emri flet shumë. Petrit Beci. I felt so deep I wasn't wise. I let you in, I didn't read the signs. Oh, for a second it felt right. But maybe there ain't nobody. Maybe there ain't nobody. 'Cause in a second I forgot everything we went through. Tonight I'm dancing like I never had you. 'Cause I don't need nothing as long as I am with my crew. With my crew. I never knew you. Let me take you to my galaxy. Say goodbye to all your wars. Close your eyes, I'll be your gravity. Time to lose sight of the shore. Mirë gjeta. Ti po ndihesh, ti po të duket kjo studia jon, personazhet, ne të dyja domethënë. Bukur më ka qelluar që kam qenë të vitin e fundit në 2-3 podcaste dhe po më duket më tepër si studio, si një studio e vogël, më kujtohen fillimet në media. Si një studio, ka që kemi pas studio të fillimet tona. E kemi menduar që t'jemi sa më ngrohtë. Po, Ose më saktë kemi thirrur në shtëpi. po shumë bukur. Ti jesi në Si shtëpi. emision mjesi. Vetëm se ne jemi dark, që jemi tipa darke. Ose ka pas një emision në Italia, Rai gjithmonë, Gigi Marzullo me Zanotte quaj, ishte personazhi, personi që bënte gazetari quaj Gigi Marzullo dhe ai kështu kishte një të ftuar dhe bënte bisedë, ka qenë gjithmonë fillonte në 12 çerek natë. Edhe zjaste deri nga ora 1. Edhe kishte një personazh, po ai ishte gazetar shumë i famshëm, mund ta ketë bërë për 40 vjet atë emision. Po. A ke menduar ndonjëherë të bësh dhe vetë një emision? Sot e kam thënë, ose një podcast sot e kam si ne? thënë, bile mes qenë tak dje, kam thënë që më ka shku menja që të bëj një emision dark, po vetëm për kinematografi, po për ato që ka ndodhur jashtë ekranit. Jo për Po, ato që se ka ti di ndodhur. shumë gjëra, di shumë sekrete. Jo, e kam me qikë më për zemër se sa televizioni kinematografin, me thonë drejtën, pavarësisht se ishte 5 vjet e fundit unë kam punuar në televizion. Po ato 20 vjet e kinematografisë kanë dhënë shumë gjurmë. Po, mund të Domethënë, mes televizionit edhe kinematografisë do zgjidhje kinematografin? në mënyrë pa diskutueshme me diferencë shumë madhe në favor të kinematografisë. Të thras Beci, siç kam thirrë gjithmonë. Po, Apo drejtor, siç të thrasin gjithë jetën? Themi Beci, drejtorin, jo Beci. Beci. Mirë. Si të duash? Beci, O Beci, o Titi, o Petriti. Beci, tani se pyetjet do rrotullohen drejt drejtimit, s'kemi çfarë bëjmë. Para se të fillosh të flasësh për të tjerët mirë. Ti ke punuar me ne të dyja. Po. Tani këto kanë qenë përgdhelur. E hanim ne gjithë hallin. Vije ti si drejtor, Tash mua mirë më ka rënë me thënë drejtën, unë nuk di tash. gati, vin në prova, nuk mi intereson fare, t'jen gati, ata kur të dalin në skenë duhet të shkëlqejnë. Ne kemi shkëlqyer. Po më, nuk e kisha menduar me rëdit ashti. Era do ketë qenë, vitja ka qenë 20 vjeç kur ka kënu për të parë festival. Ka qenë 2008-a. Në kë festival? Nuk saktoj moshën, kur ke kënduar për herë të parë që kam qenë unë drejtor. Që ke ardhur me koreografi me Julian Burgur. Po. Po ka qenë në 2008-ën, po. Po, ma. Dhe më ka bërë përshtypje kur ka marrë në provë që
Unë Luli nuk e njifsha, ishte era e parë, e dija që kush ishte, po nuk e kisha taku në herë. Masi viti pastaj e mora në Roson. Po, e di. Me kesi tolën edhe e morëm. Asha e mora personalizova, po unë që është iniciatori. Dhe mu duk fillimisht që kur era e kishte ardhur nga Greqia dhe ishte një fazë që po e quajnë pojzat angëllik se e kuptoj se kishte ardhur me trup e vetë. Ta jep atë përshtypjen ndonjëherë. Juli përdorte një lloj se kishte ardhur nga që kishte konkurruar në Roson. Po me nga një tjetër kulturë, po dhe ai kishte qenë edhe kishte një lloj ngërçi sepse ti e ke parasysh festivalet të shës nuk është si tjetër që bëhet katrorit. Po se aty nuk ka pas ndonjë rëndësi të madhe themi performanca apo se roli kryesor është orkestra, e kupton? Po, e vërtet. Pavarësisht se në momentin që ke kënuar ti në fillim, orkestra ishte me mbi vendosje, kryesisht arqet, pastaj më vonë u kthye live plot 2011. Kështu që ky është kontakti i parë. Po ne të shkretët që ishim aty. Ju të shkretët, po mos kujto se ju të shkretët, po ndërkohë unë i shkreti kisha një ndër 4 të mjesit. Po mirë ne deri në 3:10. Kështu që është gjë e bukur. Ato janë spektaklet, një festivalet, organizimet e mëdha të medias, ato kanë një peshë që i afrojnë deri diku po themi kinematografisë. Po prapë nuk të japin atë emocionin se po i kthejmë prapë bisedës parë. Megjithatë, kam bërë një, sepse ndoshta Lori e di që kam vite që shkruaj 1-2 libra, po që gjithmonë ngelem pa i marruar. Po pse? Për çfarë? Po sidomos të kinematografisë e kam drejt fundi, po s'di ku t'i ve fundi, s'di ku ta mbyll, sepse ka shumë historika. Jo, unë e kisha menduar deri në momentin që tu është eri demokracia. Në momentin që unë u bëra drejtori kino studios, po puna është që kam aktivitet goxha kinografik dhe mbrapa dhe të di. Por po me mund të bësh dy ti, një para dhe një pas. Ndërkohë paralel kam shkruar të medias, edhe momentet e para në media, mos periudha e Klanit edhe Topit, ka qenë momente shumë bukura. Me mëndjerë, kujtohet kemi pas ne në Klan një ekonomiste, Nexhi që Lori ndoshta e kujton. Nexhi famshëm, si kujtojmë gjithë. Po thoshte mua me pandin me bled, lançon 2 vlezë, thoshte, por e keni harruar me marr rrogën. E kuptoj kaq pasionant. Kaq pasionant. Kishte idealizëm, ishim shtëpizë vogël, e kuptoj, ishim pak. Ishim studio të vogla, pastaj ndërkohë atelierin që e keni parë dhe aty bëm spektakle, po kishte një dëshirë dhe një vullnet për të qenë disi ndryshe. Pasqyroi në fakt ajo. Po. Domethënë, unë kam thënë pasioni në media, që nga ata që janë anoncuese po japin lajmet, po them pastaj ato që i bëjnë emisione, në qoftë se e kanë me pasion, ajo ndihet në ekran. Një sy profesionist e kupton atë gjë. Që po e bën se duhet marrë rroga, apo po e bën se përveç rrogës ka dhe pasionin. Po sot ka pasion? Sot unë mendoj që ka më shumë komerç se sa pasion. Në element të caktuar, më vjen shumë keq, në element të caktuar mund të ketë pasion. Por në të përgjithshmen mbizotron pjesa komerciale. Po jap një detaj nga Media News që unë punova në fund. Po vjen gazetare e re, duket e kam thënë edhe një herë tjetër. Fillon punën, bie dakord me pagën që do marri dhe nuk kalojnë as pak kohë, të them 2-3 muaj është shumë, po kur do mritet rroga mua? Në të moment... Sa vjeç ishte gazetari? Gazetarja ose gazetari ishte... Por unë vit fundit fakultet ose sa... Në gazetari? Po për gazetari, për gjuletërsi, nuk ka rëndësi për çka kishe mbaruar, po them, po nuk është vetëm gazetari. Edhe profesione që i shërbejnë gazetarisë në media. Do më thonë, okej, unë e kuptoj se jeta ka ndryshuar, ka intensitetin e vet, ka koston e vet, por mbi të gjitha që në momentin e parë kur fillon punë, mendosh vetëm për paran, mund të jem unë i qik old fashion, po nuk më duket normale që ti duhet të shprehesh një herë, të tregosh vlera dhe pastaj janë tjerë që të vlerësojnë vetë. Unë mendoj që është si punë e futbollistëve ku një i mirë te një ekip tjetër dhe ky ekip i elçon. Ky ekip i elçon se tash jemi në periudhën e tregut mediatik. Pak a shumë. Po. Edhe
do të thotë që o është mbyllur cikli, ose është i pa e kënaqur ekrani nga ai. Janë dy mënyra. Unë gjithmonë kam qenë e dyzuar, a është ekrani apo media ajo që duhet të edukoj, apo tani më jemi kthyer në atë që çfarë do. Je dakord me këtë çfarë ju japim çfarë do populli? Jo, unë jam komplet e kundërta e asaj çka mendojnë shumica e njerëzve. Media jon elektronike, aq më tepër pastaj në rrjetet sociale, nuk është e vërtet që ka bërë të kundërtën në asaj që duhet bënte. Mendimi im është që njerëzve, duke u nisur që media ka 3 kolona. Ka informimin e saktë pa fake news, ka edukimin, që është një kolonë shumë e rëndësishme, dhe ka pastaj arktimin pozitiv. Të treja këto në shumicën e atyre çka ne shohim dhe dëgjojmë kanë çeduar. Ku kanë çeduar për shembull? Po nuk janë të pakta, sidomos rrjetet sociale, fake newset. Do ta shpjegoj. Ju jeni dëshmitar vetë që prevalojnë emisionet super komerciale. Po. Dhe në një media generaliste ti mund gjesh shumë pak element edukativ. Dhe nuk është se e ka kërkuar popullata këtë. Me këtë është ushqyer. Dhe sot thonë të gjithë palët që po ti e ke gabim, ti e prapambetur sepse të donte njerëzit. Absolutisht njerëzve, unë do ju tregoj një rast. Më kujtohet, ne bënim emisione komerciale në mes në përgjithësi mediat private. Dhe në një moment kur kam qenë në Sloveni për një organizim që kishim ne të rajonit, kam bërë muhabet me bisedë, falë se u shpreha gabim, me drejtorin e përgjithshëm që kisha disa herë që e takoja, dhe qelloj ditë e shtunë dhe i thash, a mund ta di çfarë transmetohet të dielën në mjes? Dhe di çfarë transmetohet në Sloveni në mjes? 2 gazetare, siç jeni ju tash këtu, moderatore, kishin shkuar në një fshat të thellë, të shkosh në një zonë të Shqipërisë, malore, dhe tregonin 2 gra që bënin triko, liko e gjëra të tjera, dhe ushqej me këtë sepse një natë më përpara shtunën, që është Arktim, kishte një emision, një nga 2 kanale që kishin ata në atë kohë, sepse janë platforma, e cila ishte i çik më komerciale sepse kishte show me radhë. Pra ata edhe rinin edhe ata që hapin televizorin dielën mëngjes, edukonin me traditën edhe me kulturën e atij vendi që mos harroni Slovenia është, mos themi që është Austria dhe Gjermani në kuptimin e formimit të mentalitetit edhe të nivelit jetesës. Kështu që unë mendoj që komercialiteti këtu ka vajtur deri në atë pikë sa unë si person, ndoshta edhe nga shumë vite në media, e hap ekranin e madh vetëm me përzgjedhje ose kur dua të shoh diçka që më intereson. Po mirë, me që po flet për median, ke qenë edhe drejtues në kinema, ke qenë pedagog, ju vetë, kur ndërtonit një projekt, tonit ekipin, unë mbaj mend kemi qenë bashkë festival të VSH-je, si e konceptoje, kush do ishte në atë moment, e lidhje me vitin, e lidhje me skenarin, pra si i zgjidhje ti njerëzit e ekranit, por jo vetëm njerëzit e ekranit, po edhe njerëzit që do punonin për ditë, me skenarin, me montazhin. Mirë, shiko, ka një ndryshim total. Unë do ta filloj që nga kinema. Mua më ka rastisur që në momentin që, si thua, jam bërë i parë në kinografi, unë kam përkrahur në atë kohë, jam vetëm personazhe që do përmend me emra konkret. Unë kam filluar drejtori i Kino Studios, kisha qenë drejtor më përpara, prodhimisht histori e gjatë duhen orë. Ta shpjegoj, kam futur 4 persona të cilët u bërë regjisorët e famshëm në këto 30 vjet. Janë Gjer Gjuvani, Artan Menarolli, Indri Shpirti të dyve aty ku janë, Fatmir Koçi edhe Besnik Bisha. Ndërkohë që kisha edhe shumë të tjerë që kishin shumë, pse u bë kështu? Sepse në atë kohë po mendoj që të bëj ligji i ri i kinografisë që e transformonte kinografinë nga socialiste në kapitaliste, me një gjë që unë mora shumë vite, kisha filluar që në fundit 88-s, fillimi 89-s të histori, dhe që përfundoi në mars të 96-s si proces. Edhe
këto ishin persona të cilit ishin më në kontakt në botën e jashtme. Ishin më të kualifikuar në kuptimin e përgatitjes për të ardhmen. Qëlloj që ato që kishin eksperiencë, kishin një lloj ideje për të marrë me një gjë tjetër, sepse do vinte një periudhë më e vështirë dhe këta donin të mbushnin, fillonin karrierën e tyre, dhe kjo pak a shumë mua në përgjithësi më ka shoqëruar edhe gjatë medias, gjithmonë bashkëpunim me tjerën, Po me që përmend asgjë s'duhet personalizuar. Përmend 4 emra që janë kolos të kinemas. Çfarë pe ti te to? Do të thënë si e zgjidhje ti talentin si drejtues? Si e kuptoje që ishte i talentuar? Sepse ishin bashkëshoqërues të jetës time profesionale në disa vite. Unë me Besnik Bishën e kam filluar në një të ditë punën. Kështu që ne njiheshim shumë mirë, po kështu padyshim ta mirolli që këta pak më vonë, dhe Fatmir Koçi, Gjergj Xhumani. Pra, kishin bërë ciklin ata, kishin punuar asistent shumë vite, kishin bërë kursin e regjisë, që ishte shkollë 2 vjeçare brenda Kino Studios, një universitet i dytë, dhe kishim filluar film të shkurt, kishim bërë gjatë kursit, kishim bërë temë diplome, siç bëhet sot në universitet, dhe normalisht ishin të gatshëm për të e kishin shprehur veten e tyre. Dhe normale që unë do mbështetesh atë këta, ishin ndjem që dinin gjuhë, e kupton? Kishin një vizion. Kishin një vizion. Gjithu specializuan, kishin një vizion që luan dhe që ishin dhe skenar të gatshëm, sepse kishin kuptuar prej vitesh që ne kishim hyrë po do hynim në një fazë tjetër dhe kjo. Ku është media sot? Si është sheh? Unë në formim jam ekonomist, pavarësisht se kam punuar menaxher në art, kulturë, në media. Ka një teori në kapitalizmin që jetojmë, në ata ashtu quajturin që tregu është ai që i përcakton edhe kërkesë ofertë. Ndërkohë që ne harrojmë që gjithmonë shteti është rregullator. Po e them, për shembull, e keni vurë në jetën tonë përditshme që në një rrugicë ka shumë farmaci, shumë institute, parukeri, shumë dyqane rrobash, shumë dyqane, shumë minimarkete. Kjo nuk do në dhe tjera. Po në fakt ne këtu në Shqipëri kemi të gjitha me shumë. Po nuk do në dhe tjera, se ti tapësh një dyqan të tillë dhe ka të bëjë me numrin e popullatës, me të ardhur për frymë me radhë. Janë 14-15 njerëz në Tiranë, nuk i ka asnjë vend. Në fakt është bukur, se ne jemi të gjithë artistë, të gjithë drejtorët, të gjithë. Ja, po janë të mbi vendosura sepse nuk ka ekskluzivitete. E dini unë që me që më ra fjala për atë televizionin shqiptar, është i vetmi që nuk e transmeton vetëm parlamentin, e transmetojnë dhe gjithë mediat e tjera, ndërkohë që nga Kosova në çdo vend tjetër, por sepse ka ekskluzivitete politikën një direktor në parlamentin, ligjvendësin, të kombëtarën e futbollit, në çdo vend botë transmeton media publike. Po. Në Europë. Do të botas se ka të gjitha. Kurse këtu sot e transmeton një media tjetër private. Pra, këto kanë bërë që të tregush i çrregullt. Çfarë ke dashur të bësh kur ke qenë drejtori radio televizionit shqiptar dhe nuk e mundur dot? Unë kam qenë në një periudhë, nuk krahasohem periudhat. Unë kam qenë në një periudhë kur Shqipëria ka përjetuar ngjarje shumë të mëdha politike. Ka qenë ardhja e presidentit Amerikës Bush, që ne kemi transmetuar për gjithë botën sinjal në 9 autobusa. Ka qenë antarësimi NATO, ka qenë pavarësia e Kosovës, liberalizimi i vizave. Gjithë këto evente. Kjo radio televizioni në atë kohë ngarkoi shumë me peshë shumë të madhe, se ne ishim prodhuesi, ishim broadcast. Kam bërë gjëra që kanë bëjnë me atë që buxhetet sot janë saj që fut taksa në faturët e energjisë elektrike. Kam bërë një pjesë të mirë digitalizimit të brendshëm. Nxora platformën e parë me 5 kanale, kam 2 fishuar pagat, kam 3 fishuar të ardhurat e institucionit, por ka shumë gjëra tjera që mund të ishin bërë shumë më mirë. Edhe cila është dhe kam futur shumë sportet e rëndësishme në ekran që nuk ekzistonin. Nga botorët, olimpiadat, europianet, kombëtare, kampionatet shqiptare, sportet tjera, sepse një media publike për mua ban informacionin, edukimin, edhe pjesë shumë e rëndësishme e aktimit në media publike është dhe sporti, për arsye sepse mbështetet mbi taksën e
e popullatës. I ke që pasion edhe vetë sportit, se të shoh Jo, që pasion më tepër se sa kam parë shumë emisione që, po e shoh që e ka pasion. Në moshën tonë sporti ka qenë sporti, libri kanë qenë kryesorët. Po si thua pasioni im më i madh ngelet filmi, ai është më pasioni më shumë se edhe sport. Do të ndërpres pak tani, do kthehemi prap në pjesën e punojësve. Momenti më i vështirë për të rekurtuar staf, që e kujton kështu si një moment të vështirë, që duhet të zgjidhje, kush do ishte prezantuesi, kishe dyshimet e tua? E kuptoj, po unë e cika pak, po e theksoj më shumë në si mediat private ku kam punuar. Ashtu edhe në median publike, gjithmonë gjërat janë vendosur duke u mbështetur te profesionisti. Tash do ju them një gjë. Media deri para pak kohësh, autor ka pas atë që është kryesori i çdo gjë, autor që quhet regjisor. Po. Sot autor quhet ai i cili Edhe prezanton, edhe tekstin dhe edhe bën. ka ndryshuar. Konceptin. Ka ndryshuar koncepti. Je pro këtij konceptit? Që do të thotë, në qoftë se do hape një program, ishin 2, 3, 4 elemente të bazë. Do të thotë, pavarësisht nga posti drejtues që unë kam pasur, unë kam qenë, si thua, producenti i programeve kryesore. Po. Qofshin këto edhe politike, edhe artistike, edhe spektakle me radhë, edhe muzikore, ku diun, evente të mëdha. Dhe në bashkëpunimi ka qenë regjisor, drejtor artistik, skenarist dhe producent. Po. Dhe gjithmonë është gjykuar për individët, po ka gjithmonë në media ka pas dhe ka personat që kanë nuhatje shumë më të theksuar se sa tjerë për të seleksionuar persona që do të dalin në ekran. Ka dhe një kombinim mbas fashave orare, kush duhet të jetë person me background më të madh, ku duhet të jetë element më i ri. Po më kujtohet për shembull një moment, masi thirrëm sportet, po të marrin Keledën Bjonde ne për drejtuar rubrika sportive këto. Dhe në një moment kur ishte Europiani 2008-s, më kujtohet si tashti, bisedoja me Osman Mulun edhe thoshim që duhet dhe një mashkull, që mos ketë peshë shumë specifike një femër aty me të ftuar me radhë. Dhe do e them për herë të parë, ndoshta nuk e di se ai është bërë personazh shumë i famshëm. Dhe Osmani mua më sugjeroi direkt Redi Jupi. Po. Edhe them unë, po pse, sepse nuk është vetëm futbollista, ka një background tjetër, sepse ai është njëkohësisht edhe ka marrë juridike dhe kam përshtypjen ta përveç dhe është djali i pashëm, kam përshtypjen se duhet të jetë shumë më i artikuluar. E më kujtohet kur kemi bërë provën e parë, Redi kishte një lloj emocioni, se është këtë normale që patjetër dysh i ftuar për të folur për diçka. Dhe më duket se kemi marrë një vit e gjysmë dhe pastaj na e bleu dikush një media tjetër. Po mirë, që është sot personazh. Më thaj, po si ndihesh kështu kur investohesh tek dikush dhe pastaj ai rritet dhe ta merr tjetër? Kënaqësinë më të madhe unë nuk e kam pas te njerëzit e ekranit. E ke pas Kënaqësinë më të madhe kam pas te njerëzit janë, edhe kam kujtohet. E shjo, domethënë kote ka pas me ne. Me ne. Domethënë ne të dukeshim burr, po dashuria definicionisht. Do bëjmë një telefonat neve tani për këto. Ju keni qenë pjesë e dekorit. Ah, mirë, faleminderit. Po. Por dekori dekori, dakor. Tek ky dekori, unë mendoj që ti ke ndikuar tek shumë personazhe të cilët sot vërtet janë dikush në jetë. Domethënë ju ke dhënë ekran, qoftë në ekran, domethënë ju ke dhënë mundësi sepse është shumë e rëndësishme. Kur vjen në këtë moshë, për shembull, nganjëherë në këtë moshë, kur vjen nga kjo eksperiencë e madhe, e ke shumë bezdit ta personalizosh. Jo, është çështje mirënjohje, mendoj që ka njerëz që janë mirënjohës. Me që kam filluar punë në kinematografi, është një prodhim sintetik quhet, që janë disa komponentë artistik që e përbëjnë gjithën. Dhe puna më e rëndësishme që më ka shoqëruar gjithjetën është puna në grup. Në momentin që e personalizon, gabon. Ka momente që si drejtues do vendosësh. Ka momente që do vesh edhe unin do thuash, jo, është kështu. Por ato janë momente shumë të rralla dhe kur vinë si rrjedhoj logjike bisedave, e argumentave, e argumentimeve që bëjnë njerëz të cilët janë më të zotë se ty në këtë pikë, automatikisht rezultati është shumë më pozitiv. Kështu që unë nuk dua ta personalizoj. Klasik janë shumë dhaja.
si për njerëzit që dalin në ekran, si për ata të cilët ke arritur të ndikosh të jenë super profesionist që janë Dhe me kudo qëra sot nëpër fjala, media. do ndërpres këtu. Tu do të ndërpres. Do marrim një dikën në surprizë. telefon. Po mirë. Ti nuk e di fare se kush Jo, nga është. të di. Ne do ta marrim. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Si jeni juve? mirë, juve si jeni? Ne jemi shumë Patjetër. mirë. Gëzohem. Zoti Të Beci, e di njohu, ç'po të thonte njohu. tani? Para se të thotë emrin tuaj. Po thonte Po. që patjetër që njerëzit e ekranit janë shumë të rëndësishëm, po unë komunikimin edhe përkushtimin që i vlerëson dhe shumë janë njerëzit pas ekranit. Dhe unë menjëherë e lidha telefonatën në këtë moment. Mund më thuash kush është Beci? Po normal që është miku im Joni Peçi, edhe që është një nga njerëzit që realisht bashkëpunimi me të ka qenë një nga gjërat më të mira, më të bukura që unë kam pasur në media. Atëherë, para se ju përveç se është një super profesionist, ka dhe nivelin më të lartë komunikimin dhe ajo që është më e rëndësishmja, që dhe në momentet më të vështira, në momentet më delikate që mund të kesh, mos haro që festivalet, spektaklet e mëdha kanë dhe momente shumë vështira, Joni është i vetmi person që është gjithmonë, ndoshta dhe dikush tjetër që është gjithmonë, po e them në anglisht yes sir, që jep gjithmonë zgjidhje probleme. Ha, mo Joni, se nuk paraflet mirë kollaj drejtori. Po. Unë e tras maestro sepse me të vërtet është me Becin kemi marrëdhënie të jashtëzakonshme. Është një shkollë e jashtëzakonshme. Unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë, jo vetëm si profesionist, po e vlerësoj nga ana njerëzore, sepse është një nga personat ku më kam mbështetur dhe ka besuar në talentin tim në ato momente kur unë nuk kam patur as punë dhe nuk kam patur as shtëpinë time. Dhe Beci është një nga ato persona ku më është gjindur, ka besuar ke unë si prind, si baba, si një njeri që më kam mbështetur në të gjitha hapat e mia, në fillimet e mia. Prandaj Lori, jam shumë xheloz për ty që ke një baba të mrekullueshëm. Na e mbi të zbulove, gjitha- O Joni, more, po ka, Joni, o se Joni, po ka njeri që jam mbledh Becit? Po, nëse ka një person që mund t'ja mbledhi Beci tani, në këtë moment është Lori. Është e vërtet më? Vetëm në këtë moment. Sepse unë di që ju kafen e mëngjesit e filloni bashkë dhe ti ke fatin që ta fillosh çdo ditë me një profesionist që njëkohësisht e ke baba, me bekimin e tij për çdo gjë që ti bën gjatë punës. Faleminderit Joni, Unë sipas them që ti ke marr shumë nga Beci dhe jam shumë i lumtur për këtë. Joni, të falenderojmë shumë për kohën dhe siç ti e di, duhet të na prezantosh 3 objekte dhe këtu Beci do krijoj një ngjarje të Becin vogël, është- 1 minutë e gjys. Është shumë pak të ti kushtosh 2 minuta kaq sa fola on, sepse Beci vetë si njëri është enciklopedi, jo vetëm për marrëdhënien që ka me artistët me mua, por Beci është një nga ato persona ku ka kaluar në eksperiencën e tij dhe në duart e tij emrat, kolozët më të mëdhenj të botës kinemas, spektaklit, showbizit e tjerë me radhë në Shqipëri. Do na i thuash ato 3 objektet? Njëri nga objektet, nëse mund quhet objekt, unë për eksperiencën dhe për rrugtimin e vet që ka patur me Eurovisionin, unë do doja që t'i propozoja një bilet Eurovisioni. Do doja t'i propozoja një skenar filmi dhe më pas do doja t'i propozoja një set troba qepse që është gërshër, fije dhe gjelbër. Pra ti thua me këto objekte të krijojmë një Me këto ngjarje. objekte Beci
I ka ngjarjet e krijuara se për të treja këto fusha ka shumë për të folur dhe të shpresojmë që të krijoj diçka të bukur tani, improvizuese. Një gjë interesante. Mirupafshim dhe natën e mirë. Faleminderit. Faleminderit. Me fjalë sa kuptova me të treja këto. Me të treja këto mund të kesh dhe një Të histori treja të do vërtetë, krijosh, Jo, jo, do ta ne krijoj duam tash. një histori. Një histori. Është me që ka të bëjë me skenar. Ha. Po mendoja që Ta skenar, bilet, aerosongu dhe Dhe setin setin e rroba qepsis. Po. E lidhi me veten ai, s'rri dot. Ton festivalin Era Rusi O zot. Dhe- Lum dhe- goja. dhe unë kam, duke qenë se s'kam më mundësira që t'jem pjesëmarrës si pjesëtari thuaç i grupit që do marrë pjesë në Eurosong, biletën e kam dhe do bëja variantin që me ato 3 elementet e qepjes. e qepjes do shkoja unë të Shtejoni Peçi që i afroj këto 3 element dhe me ato të 3 element do t'i thosha se çfarë lloj veshje do t'i bënte Joni Erës për të marrë pjesë në Po Eurosong. pse më Të ka drejtor, vesh po Joni të shkoja unë në Eurovision, do të leja aty ta merrje biletën vet. Jo, do ma jepte Joni pra biletën. Ma afronte Joni Po edhe biletën. po ti je pjesë e stafit. Ja, pjesë e stafit s'mund t'jem. Pse? Unë do të S'ka gjë. Po Era, të mirë. shkoj unë. Inshallah se Mu thyre. prezantua- Mund të jesh ti pjesë e stafit, po jo nuk shkoj Mu unë. prezantua mua. Nuk shkoj. Mu propozua si vjet që të shkoja në Eurosong dhe thash, unë nuk shkoj si turist, shkoj në qoftë se shkoj për të bërë punë. Duke qenë se nuk Po. kam status për të bërë punë, Kështu që automatikisht. të Po biletën e që ma afro, Joni dhe do këtoj Era Rusi, të shkoj me knajtësi. kostume si ka marr, kështu që marri biletën. Këtë kam lindi si ide për ta bërë një lloj skenari të vogël i minutë e gjysmë. Kemi 3 objekte? Po. Të janë 3 objekte që Po. ti ke gjithmonë një me vete apo 3 objekte Jo, të cilat unë nuk Mund i t'i marrim që kujtime t'i për drejtojmë ty? te kamera, një nga një. tashti. Okej, do ta filloj nga kjo. Po. Kjo është atëherë, unë nuk dal dot nga shtëpia pa pas orë në dorë. Ta shoh pak lutem? Do me thënë, sepse për kohën kam vënë orë shumë i ri. Është Kam nga pas ato orë, orat e vjetra. Pritë, ja ta tregojmë kur është ajo. Kam pas orë kur kam shkuar mas mesmes, ne kap një vit për të shkuar në stazh, dhe unë kam qenë në Fierz, në Dorçental të Fierzës, ku marrëm të mesme, një vit, para se të shkoj në universitet. Dhe kam pas një orë, më të lirë në asaj kohë, ma kam prodhurat prindrit, ma kam bërë për 18 vjetor, se mu ka qenë shkoj 18 vjeç e pak. Edhe, me që marrëm dhe maturën, dhe ato orë kam pas dhe gjatë kohës isha student, pse kur kam dalë punë, kam pas shumë lloj orash, gjithmonë nuk i kam kur të shtrenjta, kam atë variantin e Bill Gatesit që ora njësoj e tregon si e shtrenjta si normalja, Po. dhe të është i orë thjesht ka. Ajo ka një histori, duhet të jetë vitit 87, 88, 1987, unë po kaloja rastisht, ishte dark, kisha qenë bashkë me, në mos gabohem, me ndryqim xhepon ose me një shok të ngushtë Lezari Mazarekun, në xhiron që bëj të trotuarit Dajtit, të hotel Po, Dajtit. sa burga që na Dhe del Marcel Skëndaj bashkë me 2 tjerë, dhe më lë mua këtë që ishte në një kuti kështu to, ma lë në dorë, sepse në atë kohë peshqeshet që merrnin ata nga kuajt, por ante ta nuk lejohesh. Jashme duhet i dorëzonte. Dhe shpesh herë ata bënin një marifet ja falin diku. Qëllova unë rastësisht kur ata. Ishte fati jot domethënë. Ma la dorë. Dhe unë hoqa atë që kisha. Rastësia. Po tutje dhe këtë dhe nuk e kam humbur kur, e ruaj sepse është e para orë elektronike me bateri që kam vënë në dorë se më ka qenë. Kjo është ajo ora që ka sjell fat? Unë e kam marrë shumë gjatë këtë. Kam pas dorë tjetër, Po, e ka mbajt shumë e gjatë, kam marrë vërtet. shumë gjatë. Mund ta kem mbajtë 10 vjet. Do rikthehet, prap. S'e di, Do është e rikthehet. vogël për kohën këto si janë. Do i rikthehet, siç i kthehen gjithmonë kohës. Kurse këto të dyja, që janë të dyja unaza, të dyja kanë histori të bukur dhe histori të trishtueshme. Kur isha në Fierz, zura një shok moshatar që s'ishte nga Tirana, në kantierin ku punoja, shumë të ngushtë që kjo është pa vlerë fare, është top metali bërë nga një Ka vlerë sentimentale. Po pra. Dhe ka pas mbajt këtu gjithmonë. Ky personin e maja këtu, kishë bërë së më nxenë më, e ka majtë gjithmonë këto të dyja, Mund të zirohet ajo, mund ta zirojmë. se di, s'ka vlerë më thoshin që ke këtë gjithmonë, e ka mequr Vonë. shumë vonë. Ndoshta nga viti fundit i klanit, sepse u shndosha.
unë nuk e kisha vënë në momentin që me marrë vesh mas disa muajve që kishte humbur jetën sa se tote në Tiranë. Merri shumë keq edhe në shenjë kujtimi e vura dhe nuk e hoqa deri në momentin që më bënte. Që kjo është unaza e fejesës dhe ka të bëjë me, kuptohet me, aq më tepër me ngjarjet që mund kam ndodhur në familje, me një simbol që mendova që ja vlen që të sjell këto dyja për njeriu që më ka pyetur një herë dikushi ç'është diferenca ndërmjet fjalës dashuri dhe fjalës me dasht. Është filozofi shumë. Fjala me dasht është shumë e gjerë. Njeriu do dhe një subjekt, do dhe jastikun, do dhe një objekt, se thash subjekt, do dhe një objekt, do natyrë, do gjëra. Me dashuri ka të bëjë me më shumë me dashuri me qenë njerëzore. Që është më e gjerë fjala me dasht. Dhe njeriu do dhe ato objektet e veta, do dhe atë këndikuri, do dhe libi. Unë të shi për shembull po them, jam thyer lexoj sa faqe, ka shumë pak kohë, mund të ketë një 10 ditë, libra të vjetër që i kam trashëgimi të periudhës viteve 30, që janë bibliotekën që më ka lënë ti madh. Dhe po lexoja një komunikim të Filip Shirokës, me këtë fillova me Luigi Gurakuqin në 1898, i cili ishte student në Napoli për mjeksi. Sa mirë i mban mend. I bënte thirrje për të ardhur në Shqipëri, për ndikuar, se ishte rilindja, do vinte momenti i pavarësisë, se këtu është na ka mbytur ignoranca, mungesa e frymëmarrjes shqiptarisë me radhë atë punë që bën rilindasit. Dhe dikush ishte dallimi me sot, vetëm që në atë kohë komunikoj me letër, kurse tash komunikimi është ke dërguar letra dashurie ti Beci? Dhe jemi me makinë, jemi me celular, jemi me është më fast food jeta sot. Ke dërguar letra dashurie ti Beci? Ja. Si dashuroni ti atëherë? Nuk kam çuar letra dashurie, nuk kam bërë telefona, komunikimi me telefonat e shtëpisë atëherë që kishin telefon dashurie, po letra jo. Mund të kem bërë një mund të quhet letër. Ky është një simbol, siç e thatë ju, dashuria. Mendon që sot të rinjt kanë të njëjtin respekt, të njëjtin dashuri deri në fund për partnerin ose partneren? Si e shes sot familjen? Tu do të më bëj një emision tjetër tash se del koha. Ne duam një përgjigje të sinqertë, të shkurtër. Shiko, kjo është më i mirë Maradona apo Messi. Kohët nuk krahasohen. Çdo kohë ka ciklin e vet. Por di një gjë ama, që në qoftë se dashuria ka qenë e përbashkët me gjithë respektin shumë e theksuar te gjyshrit e mi, në mënyrë të partnerët, te prindrit e mi, diçka më pak te ne, e shumë më pak poshtë. Sepse në qoftë se dashuria është vetëm ndjenjë që përkthehet thjesht në marrëdhënie seksi apo ku diun në krijimin e familjes, si do bësh trashëgimtarët e me radhë. Respekti është gjëja më e rëndësishme që vlen në një marrëdhënie. Po respekti, unë mendoj që respekti dhe mirënjohja, bile të po hap një temë krejt tjetër, personat të cilët unë i maj shumë larg vetes dhe edhe përpiqem të jem ftohtë pavarësisht se jam shumë tolerant dhe shumë njeri që s'maj mërira, sepse jeta më ka bërë të njihem me shumë njerëz, kinemaja dhe televizioni më ka njohur me shumë njerëz. Janë mosmirnjohësit dhe atyre që i mungon respekt. Ke njohur shumë mosmirnjohës? Shumica e njerëzve dhe bile do ju tregoj nëse kam kohë dhe një që mund t'ju vlej për jetën. Momenti që unë i ka radio televizionin shqiptar, po dhe kur kam ikun në event tjetër gjithmonë kam pas pauza, po më gjata ka qenë kur i ka nga televizionin shqiptar që fillova në Media News në ABC. Gjithmonë ndodh që e provova edhe këto 2 vjet e gjys që derisa erdha te Këshilli Drejtues, që më kujtohen vetëm personat afër teje
dhe shokët e vjetër të ngushtë apo shoqet e ngushta se Që s'kan lidhje me punën tënde ndoshta. Dhe që s'kan, të gjithë të tjerë zhduken. Pastaj ti kur hyn prapë në një cikël të ri, kujtohen për ty. Edhe si ndihesh kështu? Ndihesh shumë keq. Bile ndihesh keq kur fillojnë kujtohen, jo kur s'kujtohen. Pa patjetër, sepse është ajo ndjesia ndoshta që duan të marrin diçka nga ty. Është përkthyer gjithçka në interes dhe në para. Unë kam Lori njeh shumë mirë, ne jemi 4 shokë të vjetër, sepse një shok tjetër jeton në Amerikë. Që takohemi, unë me dikë takohemi gjatë javës me njërin prej tyre, kurse me ato 2 të tjerët, 4 bashkë takohemi të dielave, pimi kafe, kur kemi kohë, ande në tregë me radhë. Asnjëherë nuk kemi krijuar një debat apo nuk kemi bërë biseda konstruktive duke debatuar njëri me tjetrin, por nuk kemi përdorur asnjëherë fjalë ofenduese njëri për tjetrin. Po se ka qenë tjetër lloj respektit. Jo, prandaj dhe ka zgjatur kjo shoqëri, sepse kemi plotësuar njëri tjetër, jemi karaktere komplet të ndryshme, asnjëri s'ka lidhje njëri. Ja, pra këto gjëra nuk i kemi ne sot. Do vi kemi kështu me kokra ndoshta. Shiko, bota e madhe elektronike i ka unifikuar vlerat. Mendoj, nuk jam unë që mund t'jap definicione, po konkluzioni që unë shoh jashtë, si jashtëm, janë bërë shumë interesantgji brezat, sepse dhe jeta është shumë e vështirë. E vërtet. Jeta është shumë e ashpër, sidomos në vendin tonë, po kudo mendoj. Po ta përmbledhësh jetën tënde, me të mirat dhe të këqijat, në thelb, je i lumtur me gjithë gjërat që ke realizuar, përfshirë familjen, karrierën, gjithçka. Ke ndonjë peng? Kur dëgjoj edhe tjerë që thonë, do ta bëja prapë një të gjë. Unë kam qenë shumë i enamoruar që të bësha doktor. Po, e di gjithë. Dhe në atë kohë se kishim dorë, ne pavarësisht se unë kisha marruar me nota. Nuk të doli? Jo, nuk më doli, pavarësisht isha fëmijë, i plotësoja gjitha kushtet që ditë nuk më doli. Por më doli për ekonomi, por në rast se do marr patin që pata. E pra, të doli më mirë Që u emrova në kino studio dhe që punova në një institucion ndoshta më të kulturuarin që ka pas ky vend dhe që kam punuar me njerëz me nivele shumë të larta intelektuale dhe formimi. Kjo më ndikoi që jeta ime të marrë një derë të tillë që unë jem krenar me veten sepse kam punuar në fusha të cilat të tjerë që nuk i kanë përjetuar e kanë situash ëndër, po e quajnë thonjza që të kishin punuar në gjëra të tilla. Është një punë në pamje e bukur, si kinemaja dhe televizioni, po që për hir të vërtetës janë shumë të vështira. Ta dikush i njerëzor i famshëm i botës tash se deri emrat ka thënë që punosh në film është si të punosh në gjithë cilën ti e ke provuar vetë Lori, punosh në bazë minjere për nga vështirësia. Ka koeficientin e vështirësisë shumë të madh. Fotografia është një sistem mix ndërmjet artit edhe industrisë. Unë them, të themi faleminderit tani. Jo, do ju falenderoj për bisedën. Ndoshta unë jam mësuar që të flas gjatë sepse drejtor. Dhe ne të lamë. Edhe që kam. Ne u kënaqëm. Dhe do ju uroj shumë sukses. Faleminderit. Që këtë ta merrni me qef dhe ta keni në jo, mos ta shihni si punë, po ta shihni si një kënaqësi. Pasion. Dhe do jap vetëm një këshill fare. Në fakt si pasion e kemi nisur. Si profesionist, mos harroni profesionet bazë që keni të dyja. Patjetër. E këtë na e ke thënë dhe off camera, kështu që e kemi vak në vesh. S'duhet ta harruar. Kjo ta përdorni si një element shtesë që u vlen për prezencën sot në botën e rrjeteve sociale dhe të internetit, po njëkohësisht edhe për të krijuar një dritare tjetër ku ju mund të shprehni një gjë të cilën nuk e shprehni dot në jetën e përditshme. Besi natë e mirë, faleminderit. Natën e mirë. Natën Lori. Together, anywhere we go to, in this moment will you say it like you mean forever? No matter what we go through, always gonna have you. All I need is us together. I know that you love me with everything we could be, holding on until forever. The only one that knows me, only one I wanna see. Let me take you to my galaxy. Say goodbye to all your wars.